Dashuria? Kisha me përkvizu kështu disa persona ajo që kanë frikë nga dashuria sepse nuk din apo nuk duan, po thjesht është ajo ndjenja kur lidhemi me një person emocionalisht, kemi edhe atë frikën, mos pe humbin, ose nëse dikush ka ndjenja më shumë ose më pak, gjithmonë ai personi që ka më shumë tërhiqet sepse ndihet ndoshta ai pa mbrojtur. E ona kam frikë nga dashuria, nuk kam frikë. Thjesht dashuroj, jam rrit me një familje që ndoshta që jam e vogla e shtëpisë, jam rrit me shumë dashuri, edhe kam vazhduar tempën e dashurisë kështu, jo vetëm në lidhje me një partner, po e kam pas edhe lidhjen edhe kam kështu me kolegë, shoqëri, po kështu që nina si person pozitiv dhe e dashur edhe kam dashni. Je e hapur emocionalisht? Po, jam e hapur shumë. E ata që friksohen, pse ata merr mendje? Ata friksohen thjesht mendoj, edhe unë për shembull i kam pas disa faza që nëse kam pas një ex-lidhje që nuk ka kaluar në faza shumë të mira, për shembull, ndoshta kam pas atë frikën, për shembull nëse jam lëndu prej ndaj fjalës ose diçka më ka prek emocionalisht që unë s'kam pas dëshirë, edhe pastaj është zhvillu ajo ndjenja që tha që ato traumat që çka nëse unë filloj me një person tjetër, a kam me pas kështu, apo unë kam me ditë me stagnu në atë pjesën kështu, po thjesht